ata thot, i kanë taksat makinë, të njëjtën taks në makinë kemi dhe ne, të njëjtë me Kosovën dhe Maqedoninë, plus minus 10-15 lek. Të njëjtën. Ndaj dhe duhet që ne të insistojmë në mbrojtje të interesit publik, por njëkohësisht ky është një kazus për revolt të fuqishme kundër kësaj qeverie. Është taksa e saj e lartë. Vetëm një ignorant, një njeri që nuk ka asnjë lloj, asnjë urit më elementare se çdo të thot ekonomi, se çdo të thot buxhet familjar, mund të pranoj një taks të tillë. Mund të verë si satër çmimin e energjisë, çmimin e naftës. Edi Rama në fushatën e tij të mashtrimit dhe dezinformimit ka mobilizuar dhe po mobilizon, thash përveç patronazhistëve, por edhe sanlpirësit e tij. Me në krye Sokol Ballukun, që është edhe antar kryesor i grupit të strukturuar kriminal. Por jo i vetëm, aktiv në trillime dhe mashtrime janë edhe të tjerë, të cilët nga mëngjesi gjerëndark sulmojnë qëndrimet e opozitës, sulmojnë opozitën vetëm e vetëm për të mbrojtur Edi Ramën. Dëshmojnë një amoralitet të plot, flasin për sistem demokratik. Imagjinoni ju se gjerë ku arrin. Përpiqen që me sulmet e opozitës të sfumojnë aktet të pa precedent në histori, të vjedhjes dhe përdorimit të mandateve të krimit për mbrojtjen nga vjedhja të Edi Ramës dhe Lubi Ballukut. Përpiqen të varrosin aferën Balluku. Tani po punojnë për të vendosur paqe edhe me Lali Vjedhsin. I çuan drejtor një nga eksponentet e PSD-ve, pasi e rrifnin në burg para disa muajsh, tani i çuan varësin e tij, drejtor në burg. Patronazhistin Kupi. Nesër Sadushi në një akt që kërcënon absolutisht sigurinë e Shqipërisë dhe të vendeve të rajonit, del me vendimin që ata që janë para burgim pa vendim të prerë të dalin. Ky është vendimi Veliaj, që ta quajmë, por nga vendimi Veliaj përfitojnë me dhjetra bos të drogës krerët të organizatave kriminale. Por kjo është gjetë rruga.
e paqes midis klaneve mafioze. Dhe keni paju që studiot e kontrolluara nga Rama nuk thonë një fjalë të vetme. Nuk shqiproj një fjalë të vetme, nuk bëj një transparencë të vetme për gjitha këto. Gjithashtu, duhet t'u informoj se procesi i vlerësimit të IBAR mbeti në klasë edhe dje. Pra, Këshilli i ambasadorëve që shqyrton këtë raport që ka të bëj me zbatimin e themeleve, gjërave themelore, shtetit ligjor, luftës kundër korrupsionit, çdo javë mbetet në klasë. Çdo javë shtohen vendet që e kundërshtojnë. Pra, Shqipëria, për shkak të vjedhjeve të Ramës, Lubis dhe lindave të Akshit, veçohet. Dhe ai nxjerr zëdhënësat e tij të thonë se Shqipëria është para Malit Zi, në një kohë kur Mali Zi u votua pozitivisht, unanimisht, që në fillim të marsit. A do pranojnë shqiptarët që fatin e tyre ta përcaktojnë vjedhjet e Edi Ramës dhe Lubi Ballukut? Unë nuk besoj kur. Ndaj dhe data 17 është dita e të gjithë shqiptarëve pavarësisht nga bindjet politike, për të cilët ëndra europiane është projekti i jetës tyre, familjes tyre, fëmijëve të tyre dhe vendit tyre. Faleminderit.